Por plasa e mirit me Selinë e shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka nxitur reagime të forta jashtë shtëpisë. Pas Prime-it, bashkëshortja e mirit, Rabea Shahini, ka shënjestruar drejt për drejt moderatorin Ledion Liço duke pretenduar për një favorizim të hapur ndaj 23 vjeçares për shkak të popularitetit të saj në rrjetet sociale. Përmes një postimi në Insta Story, ajo kritikoi hierarkinë e formatit duke u shprehur: "Forma më e lartë e skllavërisë është të glorifikosh një prezantuese 23 vjeçare si më të famshme se një këngëtare me 30 vjet karrierë dhe një opinioniste ish politikane me 3 dekada karrierë vetëm për ndjekësve në Instagram." Ky reagim ka hapur një diskutim në rrjet mbi vlerat që po i jepet përparësi këtij edicioni. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se bashkëshortja e mirit ka qenë gjithmonë përkrase për gjithë udhëtimin që ai ka në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo e ka mbështetur në çdo hap dhe në çdo vendim që ai ka marrë, madje edhe në kohën kur flinte në krevat me Selinën. Ju se i komentoni këtë zgjedhje të saj? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.